Shpëtim si ndihesh pas shfaqjes së klipit, besoj që ishte një emocion i veçantë. Publiku e priti shumë mirë. Siç e patë vetë, ishte një moment shumë emocional. Fillimisht faleminderit që keni ardhur për intervistën dhe për gjitha që ishit prezent. Kohës fundit jam duke punu këngë autoriale dhe kjo këngë ka lindë spontanisht në bashkëbisedim me Arbrin, autorin e këngës, dhe gjatë bisedës e sipër më tregoi që e ka një demo të gatshme prej shumë kohe. Po? Dhe ashtu lindi, ma dërgoi demon, më pëlqej në dëgjim të parë dhe e realizuam. Përndryshe te që Arbrin e kishe shok të vjetër, apo jo? Shok të ngushtë. Shok të shkollës mesme. Po, shumë bukur. Po ashtu përmende që ke qenë shumë i emocionuar gjatë kohës që e ke realizuar këngën. Po. E ke ndërprer disa herë. Pse? Për shkak të përmbajtjes tekstit, sepse përveç se është tekst i dhimbshëm, pjesa më e dhimbshme është ajo pjesa që është realitet, nuk është thjesht tekst. Është realitet që na ndodh çdo ditë në trojet tona, fatkeqësisht, dhe kjo ka qenë ashtuja. Sepse të rinj gjithnjë e kam më ndjekur shumë. direkt, po, sepse ajo është diçka që e shohim çdo ditë që ndodh në terren, në jetën e përditshme. Besoj që nuk ka familje shqiptare që nuk e ka dikën në gurbet, kështu që kjo ka qenë arsyeja. Edhe shpresojmë që do futemi në çdo shtëpi me këtë këngë, apo jo? Po, besojmë që po. Kush e kishte dëgjuar para se ta dëgjonim ne sonte këngën dhe cili ka qenë komenti i dëgjuesit të parë, nëse të kujtohet? Ku e teston ti këngën? Komenti ka qenë një koleg i cili është muzicient, i cili e ka dëgjuar dhe në momentin që mbaroi kënga, ma dha kështu telefonin dhe tha, "Okej, u kry. Kjo është kryevepër." Po, Ili Latifi për ndryshe, po. Po. Besojmë shumë në shijet e tia muzikore, kështu që besoj që kënga do ketë fat të mbarë. Le të shpresojmë. Dhe do presim edhe këngë tjera prej teja. Patjetër, shumë shpejt. Shumë shpejt? Shumë shpejt, po. Premton, apo jo? Po. Faleminderit edhe suksese. Faleminderit juve.